Emocionale. Këshillat e Hoxhës, filloi 5 vaktet e namazit dhe e la alkoolin. Errësira para dritës. Në një botë ku zhurma mëkateve është bërë me forcë zëri ndërgjegjes, shumë zemra ecin pa busull. Alkooli u bën streh e gënjeshtër për dhimbjet. Shoqëruesi netve të gjata dhe mashtruesi mendjes së lodhur. Ai nuk e shëronte plagën, vetëm e mpinte përkohësisht. Ashtu ishte edhe jeta e tij. Ditë pa qëllim, net pa qetësi, mëngjese me peshë në zemër, namazi ishte harruar, shpirti ishte tharë, ndërsa shpresa duke e largët. Ai e dinte se po gabonte, por shejtani ja zbukuronte mëkatin dhe ja rëndonte pendimin. Ende nuk jam gati, i thoshte vetes. Zoti fal, por më vonë. Por zemra nuk gënjehet lehtë. Çdo gotë alkooli e zbraste më shumë, çdo natë pa namaz e ftohte shpirtin. Ishte gjallë, por nuk jetonte. Derisa një ditë, pa paralajmërim, një fjalë e thjeshtë e një hoxhe ja dridhi zemrën. Fjala që ndryshon jetën. Hoxha nuk bërtiti, nuk gjukoi, nuk ofendoi. Ai foli me butësi, si një baba që flet me djalin e humbur. Allahu nuk të urren për mëkatin tënd, por ai pret kthimin tënd. Kjo fjali hyri drejt në zemër. Hoxha foli për namazin, jo si barë, por si shpëtim, jo si detyrim, por si takim me Allahun. Namazi, tha ai, është momenti kur qielli hapet për ty. Pastaj foli për alkoolin, jo vetëm si ndalesë, por si armik të shëndetit, shpirtit dhe mendjes. Alkooli ta merr mendjen, por namazi ta kthen jetën. Ai ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë prej vitesh, shpresë. Për herë të parë nuk u ndjej dënuar, por i ftuar të kthehej te Zoti i tij. Atë ditë ai mori një vendim që i dukej i pamundur më parë. Lufta e brendshme dhe fillimi i namazit. Vendimi nuk ishte i lehtë. Të lësh alkoolin është luftë me veten. Të fillosh 5 vaktet e namazit është luftë me shejtanin. Ditët e para ishin të vështira. Trupi kërkonte zakonin e vjetër, shpirti kërkonte diçka të re, por ai nuk u dorëzua. Ai u ngrit për sabah edhe kur syt i digjnin. Ai u fal në drekë edhe kur shoqëria e tallte. Ai u përkul në sejdë dhe aty për hir të parë qau sinqerisht. Çdo namaz ishte një hap larg errësirës. Çdo ditë pa alkool ishte një fitore e heshtur. Ai e kuptoi se namazi nuk ja mori kohën, ja rregulloi jetën, ja qetësoi mendjen, ja zbuti zemrën, ja forcoi karakterin. Allahu po ja hapte dyert një nga një. Jeta e re dhe mesazhi për çdo zemër. Sot ai nuk është i përsosur, por është në rrugë të drejtë. Ai bie ndonjëherë, por ngritet me istigfar. Ai e di se Allah nuk kërkon melek, por robër që pendohen. Namazi u bë shtylla e jetës së tij. Alkooli mbeti kujtimi i hidhur i një jete pa kuptim. Mesazhi i tij për çdo njeri është i thjeshtë. Mos thuaj jam shumë i humbur. Thuaj Allahu është shumë i mëshirshëm. Nëse je larg namazit, fillo sot, edhe me një vakt. Nëse je i lidhur me alkoolin, dije se Allahu ta jep forcën për ta lënë. Një këshill e sinqert, një sejdë për ulur, një lot pendimi mund ta ndryshojë një jetën tënde përgjithmonë. Allahu i do ata që kthehen tek ai. Dhe dera pendimit është e hapur deri në frymën e fundit.